Ka po, jo, 4 cent, 5 cent, 7 cent, ama 10 cent, për herë parë, është meritë e kryetarit. Jo, kjo 10 cent është diçka fenomenale. Hakim, faleminderit tani për mikpritjen. Na jemi të lumtur që kemi ardhur sot në konakun e juaj. Kemi ardhur me ju vizitua me pa pak qysh po shkojnë punët. Me neve është drejtori i bujqësisë, që besoj edhe ky është njëri prej njerëzve që kanë punuar shumë për mbështetjen e fermerëve. Që 20 vite s'ka qenë këtu asë për me vizitu. E para që je kryetari i komunës Gilanit, ai me gjithë drejtoren, i falenderoj shumë. Ma kanë rregulluar rrugën 1 kilometër e gjys, që s'ka mujt na kalua se rrugë. E tash kaloj shumë mirë, kom zonë dhe thon prapë. Pas subvencione, bujqësia të mbyllet. Jo në Gilan, po në gjithë Kosovën. Pa fort subvencioneve, jemi sot. Në mbështetjen tonë sigurisht gjithmonë kemi pas, po normal edhe me Ministrinë e Bujqësisë besoj që po ndihmon. Do është sistem pompë qendrore, shumë për mielje. Po, për mielje. Për mirë, na kemi mbrojtur me subvencionu deri në 30.000 litra për këtë vit. Me ka 10 cent për litër që është. Ajo është interesë më madhe për bujqet.